Shqiptarët e kanë traditë që pasi një person ndahet nga jeta, zgjedhin që të ndajnë momentet dhe kujtimet më të bukura që kanë me të, në të kundërt, heshtin. Të flasësh keq për një person që nuk jeton më dhe që nuk mundet ta mbrojë më veten, nuk është në zakonet tona. Por deklarata që ka bërë burri i këngëtares Shkurte Fejsa pas ndarjes nga jeta të vokalistit të grupit legjendar i Lirët, Shemsi Krasniqi, ka tronditur jo pak veta. Mes qindra mesazheve të ngushëllimit, një reagim i ashpër nga Hajrush Beluli, bashkëshorti i këngëtares Shkurte Fejsa, ka tërhequr vëmendjen duke rihapur një plagë të vjetër lidhur me autorsinë e hitit mbarkombëtar Xhamadani Via Via. Reagimi i burrit të këngëtares ishte ky: ngushëllime familjes dhe miqve, por ai nuk ka qenë autori i këngës Xhamadani. Nuk keni nevojë për të disinformuar as edhe në këtë rast. Ndërkohë, vijon duke thënë se i ndjeri ka qenë mosmirënjohës dhe i paskrupullt në raport me Shkurte Fejsën. Ai vijon. Ai i ndjeri, jo që ka qenë mosmirënjohës që ka shfrytzuar këngën si çdo këngëtar tjetër, por ka qenë edhe i paskrupullt në sjelljet e tij ndaj nesh dhe kërkonte me çdo kusht konflikte me ne, shkruan burri i këngëtares Shkurte Fejsa. Përplasja mes Ilirëve dhe Shkurte Fejsës është e hershme dhe buron nga fakti se të dyja palët kanë identifikuar karrierën e tyre me këtë këngë. Kënga u këndua fillimisht nga Shkurte Fejsa në festivalin e Gjirokastrës, më pas e njëjta këngë u këndua nga grupi i Lirët në versionin rock. Po ju, si e gjykoni reagimin e bashkëshortit të këngëtares Shkurte Fejsa? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj tek komentet poshtë videos.